Sa e ka lecu Allahu agjërimin, kur na ka thirrë në emër të besimit. Ka se besimi leçon çështjet. Sa e ka lecu Allahu agjërimin, kur na ka informuar se nuk kemi ngarku veç në agjërim, të gjithë popujt e mëshëm, kema kutiba ala alladhina min qablikum. Sikur që është bërë obligim për ta para jush. Sa e ka lecu Allahu agjërimin, kur na ka informuar se agjërimi është rruga kryesore drejt devotshmërisë të xhenetit. Është lehtësim? Lehtësim është kjo. Pastaj sa e ka lecu Allahu agjërimin, kur ka përmendur se nëse jeni të smur, nëse jeni në udhtim, apo bija agjërimin. Sa e ka lecu Allahu agjërimin, kur realisht e ka përgdhel grua në situata të ndihshme, kur ajo mund të ketë me cikër apo leone, nuk agjeron. Kjo përgdhelje, ky lehtësim, a nuk tërheq me vete përgjësi? Padyshim se po. Përgjësi që tash e ti ç'ke marabuti, unë ta kom lecu, unë ta kom mundsu, ti kom shpjegu gjitha, janë qesu gjitha, s'ka asgjë të paqartë, asgjë të pa spjeguar. Tash ç'është ky mos të kash i kësaj? Këto janë të rregulluara. Ka mbetë vetëm ti ta bësh punën tënde. Para mendoni për shembull, të ndërozur, veç një detaj mos kishte më qenë i sqaruar në agjërim. Sa i komplikuar do të ishte atë. Ku kush më gjetë shpjegimin? Një detaj më i thjeshtë për shembull. Për shembull, Allah më i përmend nga 6-7 vashë si kanë numëruar dietarët, për shembull, ato që e prishin agjërimin. Mi përmend 5, 2 më thon ju tash gjeni çfarë ato. Si kush më qen puna? Mo është kjo, mos e komprish, po më duket. Për shembull, veç një paqartësi, sa kishte më komplikuar situatën. Dhe në detajt më tim të ka shpjeguar Allahu xhallahu ala me pejgamberin e sa, pastaj dietarët e kanë lecuar mas të madhe gjithë çka është lecuar. Edhe shpjegimi, edhe zbatimi, edhe kompenzimi, madje për shembull, s'ki mundësi as me kompenzu, shpagon, s'ki mundësi me shpagu, lirohesh komplet, lehtësim pas lehtësimi. Dhe këtë lehtësim e ka vulosur Allahu në fund të jetës duke thënë yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Me gjitha këto dispozita Allah do m'ia lehtësoj juve. Andaj ju çka do të bëni? Andaj Allah kur tha unë po ju lehtësoj, çka të bëni ju? Ni tukmilul idda, ju plotësoni veç. Plotësoni muajin që duhet. Madhnon Allahun va la'allakum tashkurun, bëuni falërues. Andaj përgjegjësia ju bën më falërues. Më mirë njën të Allah xhalla xhelaluhu. Lehtësimet realisht na bëjnë më përgjegjëshëm.